Falja të dashurës, Loredana plas bombën pas thumbit të Joz Markut. Kur bëhet fjalë për Joz Markun dhe Loredana Bratin, rrjetet sociale nuk e humbasin asnjë detaj. Vetëm 2 postime ka mjaftuar që ndjekësit të nisin sërish aludimet për atë çfarë po ndodh mes çiftit të njohur nga Big Brother VIP Albania. Gjithçka nisi me një instastory të Jozit, i cili ndau një pjesë nga kënga e tij, po shprehem, shoqëruar me mbishkrimin që bëri buj. Lyp ku të duash, se më të mirë zgjen. Ky mesazh u interpretua menjëherë si një thumb ndaj ish partneres së tij. Vetëm 2 ditë pasi Loredana kishte deklaruar në emisionin Shqipëria Live se Jozi ishte burri i vetëm që kishte pasur këtë vit. Por reagimi i Loredanës nuk vonoi. Vetëm pak orë më vonë, ajo postoi një foto të re, të shoqëruar me mbishkrimin: "Lojërat e tua tregojnë madhështinë time. Të falja të dashurës." Ky mesazh u pa gjerësisht si një përgjigje e drejtpërdrejtë për Jozin, por edhe si një thumb ndaj partneres së tij aktuale, për të cilën ai kishte pranuar më herët se nuk është person publik. Loredana dhe Jozi u njohën gjatë qëndrimit në Big Brother Albania, ku lidhja e tyre u bë një nga më të komentuarat e sezonit. Megjithatë, pas përfundimit të spektaklit, të dy konfirmuan se i kishin ndarë rrugët. Pavarësisht kësaj, ndjekësit nuk e kanë lënë kurrë pas këtë histori dhe vazhdojnë të vëzhgojnë çdo veprim të tyre në rrjet, duke interpretuar postimet si shenja të fshehta komunikimi apo thumba reciproke. Në fund të kësaj sage virtuale, fansat kanë filluar të pyesin me kureshtje: a ishte mesazhi i Loredanës për Jozin, apo ndoshta për Don Gjonin? Përgjigja mbetet e hapur, ndërsa Loredana duket se po e shijon vëmendjen dhe misterin që ka krijuar.